Ambasadori i Bashkimit Evropian Romana Vlautin në një intervistë për Deutsche Welle ka rrëfyer rrugtimin e mundimshëm për finalizimin e reformës në drejtësi, duke e vlerësuar si një moment historik për të ardhmen e Shqipërisë. Mund të them për herë të parë në historinë e saj që për Shqipërinë koha mund të ecë më shpejt pasi ka humbur shumë kohë. Tani ka shansin të përshpejtojë gjithçka. Kjo është një mundësi e madhe. Në gjithë procesin për një nga reformat më ambicioze, Vlautin ka vërejtur mosbesim të thellë, jo vetëm mes politikës, por dhe qytetarëve ndaj institucioneve. Në këtë proces kam kuptuar që kjo mungesë e pabesueshme besimi kombinuar me mungesën e kujtesës institucionale është një kombinim rezistent i paepur, sepse në demokraci nuk është vetëm besimi mes njerëzve, por edhe besimi tek institucionet që e bën më të lehtë besimin mes njerëzve. Këtu situata ishte e tillë që nuk kishin asnjërin as tjetrën. Reforma në drejtësi mbulon pothuajse 5 prioritetet kyçe të Bashkimit Evropian, ndaj sipas ambasadores Vlautin, integrimi tashmë varet nga zbatimi i reformës. Sigurisht, ne duhet të shohim shenjat e fillimit të zbatimit të reformës. Kjo është e qartë, madje ka qenë e qartë që në fillim. Prandaj nxisim çdo që të nxitojë në zbatimin e reformës, pasi Shqipërisë duhet kohë për të ngritur institucionet e reja, kohë për të përkthyer vullnetin politik, që u tregua me votim unanim të reformës në kapacitete të vërteta institucionale. Me miratimin e draftit kushtetues së reformës në drejtësi, misioni i Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian nuk ka përfunduar. Kemi përpara nesh detyra jashtëzakonisht të mëdha. Duhet të ngrihen institucionet e reja dhe ekuilibri i pushteteve duhet të riorganizuar. Pushteti u kthehet njerëzve.